Shumica e njerëzve mendojnë se përmirësimi personal do të thotë të shtosh më shumë gjëra në jetën tënde. Më shumë zakone, më shumë përpjekje, më shumë objektiva. Por psikologjia tregon diçka tjetër. Rritja e vërtet fillon kur fillon të heqësh. Ka sjellje dhe mendime që po të lodhin në heshtje, po të ndryshojnë trurin dhe po formsojnë personalitetin tënd pa e kuptuar fare. Dhe nëse nuk i largon, ato bëhen pjesë e asaj që je. Janë 9 gjëra që duhet t'i eliminosh në heshtje, pa ja shpjeguar askujt. Psikologët e quajnë varësi nga miratimi social. Është dëshira që të tjerët të kuptojnë, të pranojnë dhe të shohin botën si ti. Por qetësia jote nuk mund të varet nga perceptimi i dikujt tjetër. Në momentin që pranon se shumica e njerëzve nuk do të kuptojnë, dhe kjo është në rregull, mendja jote të çlirohet. Heshtja pushon si qeni dobësi, ajo bëhet forcë. Kur ndryshon, disa njerëz do të thonë, ke ndryshuar, dhe kanë të drejtë. Kështu duhet jetë. Psikologjia e quan këtë konflikt identitar. Rritja jote nuk përputhet më me versionin e vjetër që të tjerët mbajnë mend. Mos u ndje kurrë fajtor që ke evoluar. Do të thotë se ke dal nga një cikël mendor që të mbante të bllokuar. Sa herë që justifikohesh ose shpjegon gjithçka, truri yt aktivizon stres. Është një mekanizëm mbijetese, jo forcë. Në moshë të rritur, ky zakon bëhet rrjedhje emocionale. Nuk i detyrohesh kujdo shpjegime. Thuaj më pak, lejo që heshtja të flasë për ty. Truri i njeriut nuk është ndërtuar për rrëshqitje të pafundme në ekran. Stimulimi i vazhdueshëm ul ndjeshmërinë ndaj dopaminës. Jeta reale fillon të duket e mërzitshme. Durimi zhduket, mendja kërkon kaos. Zgjidhja nuk është zhdukja totale, por pastrimi i heshtur. Heq ndjekjet, hesht njoftimet, çregjistrohu pa zurmë. Mbro fokusin tënd si oksigjen. Disa njerëz nuk dëgjojnë për të kuptuar, por për të folur. Psikologjia e quan narcisizëm bisedor. Këto biseda të lën bosh, të pa dëgjuar, të lodhur. Kur kupton se heshtja është më e vlefshme se fjalët boshe, fillon të dëgjosh mendjen tënde përsëri. Kja frikë vjen nga nevoja për të pëlqyer. Kur ndalon së performuari për të tjerët, fillon autenticiteti. Dhe autenticiteti krijon magnetizëm social. Sa më pak përpiqesh të dukesh interesant, aq më shumë qetësi fiton. Shumë njerëz kërkojnë përgjigje për gjithçka, por psikologjia tregon se mbyllja shpesh është një iluzion. Disa gjëra nuk do të kenë kurrë shpjegim. Disa njerëz largohen pa arsye. Disa histori mbarojnë pa drejtësi. Forca e vërtet është të jetosh pa pasur nevojë për përgjigje. Zëri i brendshëm formon identitetin. Studimet tregojnë se vetkritika rrit stresin dhe ul aftësinë për të mësuar. Nuk rritesh duke u urrëtur. Zëvendëso nuk jam mjaftueshëm me jam duke mësuar. Ky ndryshim i vogël riformaton mënyrën se si truri shpërblen përpjekjen. Shumë njerëz ndihen të vlefshëm vetëm kur arrin diçka. Kjo vjen nga pranimi i kushtëzuar në të kaluarën. Por paqja e vërtet fillon kur kupton se nuk ke nevojë të fitosh të drejtën për të pushuar, për të marrë frymë, për të ekzistuar. Ti e meriton tashmë. Kur fillon ti heqësh këto gjëra, truri përshtathisht reziston. Heshtja duket bosh, sepse mendja ngatron dhimbjen e njohur me sigurinë. Por kur zhurma largohet, hapet hapësirë mendore. Vendimet bëhen më të pastra. Vetmia pushon se qeni ndëshkim. Dhe për herë të parë, mendja jote bëhet vërtet e jotja. Nëse dëshiron të kuptosh psikologjinë në formën më të thjeshtë dhe më të thellë, abonohu në kanalin tim, Psikologjia e thjeshtë.